Ka nisur pra me topin e parë nga të kuqt. Një mundësi e mirë për të provuar një herë. Hyka Parabla. Rën saktë Shindo, por do duaj pak më fort. Ideja ishte e mirë. Ngacmon një herë Hyka. Vendos në vështirësi mbrojtësin e skuadrës Skënderbeut. Ergit Hyka. Pasimi për Hoxhën. Lëvizje bukur. Hoxha provon të parën dhe kjo tentativë është i vendosur mirë. Portieri Shindo. Hoxha. Niset ky top drejt Hykës, i cili e sulmon. Hyka Parabla dhe topi transversa ndal. Rrezikshëm Hoxha, jep mundësi tashmë numër 22 Proj, futet në zonë Proj, e vjen goditja ndërhyn Qefalia. Është Lesha e rin fitoi duelin e shpejtësisë, lëvizja e goditja ndërhyn Shindo. E më pas ky top që shkon në këmbët e Goshllarit. Hoxha. I topi bukur për Hykën, i cili vëshon drejt zonës së portierit Shindo, gjithmonë Hyka goditja e pabesueshme. Kjo moment tashmë ku mund të provoj Sallaku, Hyka, një prekje me kokë, topi shkon në rjet më në fund, Partizani, një Skënderbeu 0, Ergit Hyka, por mjaft mirë bëri dhe Sallaku, 1-0, por le të shkojmë në këtë moment, lëvizjen e Sallakut, e më pas që krosim në detaj, Hyka që shtangu portierin Shindo, topi drejt Orgito Leshajt. Hyka mundësia për të goditur. Hoxha. Luciano Myrto. Shkoni Luciano Myrto, vjen goditja topi. Shkon gjitur. Tentativa drejt Shametit. E goditja topi shkon në rjet, ka shënuar Agolli. Barazohet pra sfida, 1-1, një goditje, një mundësi, një gol. Me topin në këmbë dhe organizon fazën sulmuese, por le të shkojmë te tentativë, goditja edhe një herë ndërhyn Qefalia. Çdo aksion ka vlera shumë të mëdha në këtë minuta. Teksa Rostati është barazuar, topi prej Hykën, Hyka gjithmonë goditja, topi shkon në rjet sysh. Ergit Hyka. 2-1 Partizani. Ndjen shqetësim, shpresojmë asgjë serioze për Hykën, autori në 2 gola në këtë takim. Një gol mjaft i rëndësishëm. Le ta shikojmë edhe një këtë çast. Monfiqi kap si goditse, vjen goditja në 2 kohë në vështirësi, por Qefalia mbyll gjithçka. Tentativ drejt portës, apo një skem, le të shikojmë Zekaj, goditja, topi shkon në rjet! Rej Zekaj, 3-1 Partizani! Një gol kryevepër me shumë klasë, në poshtë portierin Kristo. Është ekzekutimi perfekt në detaj, që nuk i dha mundësi. Hyka, mundësia goditse, e kalon tek Luciano Myrto. Spostohet në djathtë aksioni, në zonë Djari, gjithmonë Djari. Provon portën, këndi vështirë, tashmë Çelami. E bën të shumë të vështirë në këtë çaste. Tiaman Çelami, goditja potente, bllokohet në mur, por nuk ka më kohë. Mbyllë këtu takimi i javës 25 me fitoren e skuadrës kuqe.